Me mbrëma për gjithë zonja dhe zotrinj. Në rrugë do t'jemi së bashku me kolegen Senada Jao në këtë edicion qendror informativ këtu në News 24 për të njohur me zhvillimet më kryesore të ditës. Shohim së pari titujt kryesor. I Foshnjë 2 ditë që ndëroi jetë në maternitetin e Pogradecit dhe procedohet penalisht mjeku i pediatrisë. Shefi i pavionit tha se Foshnja pësoi një infeksion lëkure, ndërkohë babai i Foshnjës kërkon të vijë drejtësia në vend, në të kundërt paralajmëron se do të marrë hak ndaj mjekut. Presidenti Nishani thotë se për të dekretuar ose jo ligjin e mbetjeve do të vendos pasi të dëgjojë shoqërinë civile. Nishani pohoi se me ligjin në fjalë janë duke punuar specialistët dhe këshilltarët e tij. Partia Socialiste të riqet nga seanca dëgjimore në Komisionin e Sigurisë Kombëtare. Opozita deklaron se nuk ka kërcënim, por është lajm i sajuar nga zyra e kryeministrit. Në aktivitetin organizuar nga Ministria e Brendshme kundër trafikimit të qenieve njerëzore kishte edhe nxënës të shkollave 9-vjeçare dhe pse atë në ato ora ata duhet të ishin në bankat e shkollës. Drejtoria arsimore thotë se në program ka edhe orë mësimi jashtë klase. Për herë të parë pasi u zgjodh presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi viziton Shqipërinë. Gjatë konferencës për shtyp me homologun e Shqipërisë, Bujar Nishani deklaroi se Shqipëria është zëri shtesë i Kosovës. Gjatë vizitës në xhaminë e Bakus në Azerbajxhan, Papa Francesku ka hequr këpucët si një musliman i vërtet, ndërkaq që gjatë qëndrimit në Gjeorgji, Papa tha se kisha duhet të kujdeset për homoseksualët dhe transvestitët, ashtu siç do të bënte edhe vetë Jezu Krishti. Trajneri i Kosovës Albert Bunjaku shprehet kundër valvitjes së flamurit Kuqezi në stadiumin ku do të luhet ndeshja Kosovë-Kroaci. Ai e ka konsideruar simboli kombëtar si flamur të vendeve të treta. Gjithashtu Bunjaku ka thumbuar edhe 3 lojtarët nga Kosova që u grumbulluan nga Debjazi. Mirë të nderuar televizionistë, se jemi sërish pranë edicionit qendror informativ. Do të flasim gjërësisht për tragjedinë që është regjistruar në një nga maternitetet e qytetit Pogradecit, aty ku ka humbur jetën një foshnjë 4 muajsh. Një foshnjë vetëm 2 ditë që ka humbur jetën mbrëmjen e djeshme në Pogradec. Sipas prindërve, foshnja ndroi jetë si pasojë e neglizhencës së mjekëve. Babai i foshnjës, 33 vjeçari Agron Hyka, ka denoncuar mjekun pediatër në Xhmielezi 52 vjeç, ndaj cilit ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë për mjekim të pakujdesshëm. Vetë mjeku pediatër në Xhmielezi gjatë marrjes në pyetje nga policia ka deklaruar se ka zbatuar protokollin dhe se nuk ka bërë asnjë shkelje. Ndërkohë, në një reagim për mediat, shefi i pavionit në spitalin e Pogradecit Ilir Gusha thotë se vdekja e foshnjës ka ardhur pas një infeksioni në lëkurë. Ai thotë se mjekët atje bën gjithçka për të mbajtur nën kontroll gjendjen e tij, por situata u përkeqësua dhe u detyruan ta nisin drejt Tiranës. Sipas mjekut Ilir Gusha, nisja në Tiranë nuk është vonuar, por foshnja nuk arriti të mbijetojë dhe gjeti vdekjen rrugës për në spital. Sipas tij, përfundimet duhet i lihen autopsisë. Na vjen keq në radhë parë për ngjarjen që ndodhi, edhe në si mjek dhe si personel, sigurisht që nuk na vjen mirë, por ishte një fëmijë i cili lindi normalisht me operacion, kaloi 24 orë të para normal, pas një problem, pas 48 orë që filluan disa puçra në lëkurë, u trajtoa, u ndoqi nga mjeku për këtë infeksion të lëkurës, është ndjekur gjatë tërë ditës të djeshme dhe pardje po ashtu. Dhe në darkë në ora 7 bëri një cianoz, një nxirje të menjëhershme për të cilën menjëherë e nisën për Tiranë fëmijën. Rrethorës 88 e qerek fëmija gjatë rrugës nuk mbijetoi. Kjo është e gjithë historia. As nuk është vonuar në nisje, po as nuk kishte ndonjë problem më përpara që mund të mendonin për ta nisur në Tiranë, sepse këto janë të zakonshme infeksionet të lëkurës tek fëmijët e vegjël pas lindjes, problemet të ndryshme janë dhe trajtohen pa asnjë problem. Se çka ka ndodhur në momentin e fundit, në ora 7 që bëri atë krizën, atë do të na tregoj ekzaminimi. Çfarë dëshoni, pse ka ndodhur vdekja e foshnjës? Atë do na tregoj ekzaminimi anatom patologjik. Në simptomat e para që ka dhënë? Në simptomat e para dyshon për diçka cerebrale, por ato do të na tregoj thjesht ekzaminimi, sepse deri në atë moment ka qenë pa probleme, ka pirë mirë, ka pas vetëm një moment temperaturë e cila I ka rënë pas terapisë, kështu që s'ishte një gjendje rëndë që të mund
me ndonjë për ta nisur më përpara ose më herët. Ndërkohë, nga ana tjetër, familjarët pretendojnë në mjekim të pakujdesshëm. Nuk besoj se është mjekim i pakujdesshëm, i është bërë i gjithë mjekimi, është trajtuar mirë, është ndjekur mirë këtu brenda në maternitet nga neonati dhe nga unë personalisht e kam ndjekur bashkë fëmijën e kam parë disa herë dhe personeli po ashtu. Ka marrë antibiotikët që duheshin, ka marrë perfuzionet që duhet fëmija. Ka qenë një gjendje jo të keqe dhe jo të rëndë. Ndërkohë, kolega jonë Lediona Gjeladine ka bashkëbiseduar me dy prindrit e foshnjës, përkatësisht Agron Hykën dhe Sege Hykën, për sa i takon dinamikës së ngjarjeve, ndërkohë deklarata e Tjatit është akoma më rënda, ai thotë se do të bëjë vetgjyqësi dhe se mjeku është fajtor për humbjen e jetës së fëmijës së tij. Doktori nuk ka marrë masat e duhura, në radhë të parë. Ai nuk është doktor për këtë maternitet, por është një veterinar agresor. Neve na u sëmur djali ditën e parë, ka lindur shumë mirë dhe unë kam fotografinë e djalit, ta shofësh është për bukuri. Dhe doktori ditën e dytë nuk më tha, ma këshon nuk u takuam fare, ditën e dytë erdhi dhe tha djali ka disa infeksione të lehta, tha që do t'i kalojnë. Pastaj ai tha unë do e fut në surum, në disa mjekime, e futi djali në surum edhe i bëri një ilaç që e vuri djali më gjumë 3 ditë. U kuq, hypin temperaturë, infermerja dha e mori, e mirë në telefon, e erdhi, u interesuan përsëri për ta marrë djalin, për të ikur për në Tiranë, ai kërcënoi edhe motrën time dhe motra ja kërkoi këtë gjë, tha lutemi doktor, tha na jep të ikim, kurse ai tha ju keni qenë ndonjëherë sëmurë, tha. Tha motra kam qenë, tha varet se çfarë smundje mund të kem pasur. Ai ju përgjigj tha po atë i shëruar për 1 orë tha ose për 2 orë, si një shëruar tha. As djali nuk shëruar për 1 orë për 2 orë, do ditë tha. 2, 3, 4, 5, kështu që do zgjati. Tha doktor tash më garanton se unë kam humbur tash një fëmijë dhe këtë kam të dyti. Dhe ndihem shumë i shqetësuar. Mos ki me rak tha. Po që për më mirë, si kërkoni juve tha, unë nis vet djalin tha në urgjencë në Tiranë, për më mirë tha. Se ju nuk mund të shkoni tha vet. Pastaj djali u përkeqësua, ai e mori djalin e çovi në klinikën e tij që kishte lart, jo klinikën natën. Na do me futin në kupaturë dhe aty brenda dhe vujnë oksigjen. Djali u nxiu boster, çante, edhe vajti drejt që po vdiste djali. Pastaj njoftoi ambulancë, bëi dokumenta shpejt, erdhi ambulanca na mori, na dërgoi deri në Udënisht. Aty unë e pash me sytë e minj që djali nga infermieria, nga doktoresha çfarë ishte, vari kokën vdiq. E pash gjatë. Mjekime do t'i kaloj, si çdo njeri tjetër. Edhe nuk na i dha të drejtën që ne ta merrni fëmijën ta çoni për më lart. Mbas 2 orësh fëmija i unëci, nuk unëci, po mbaronte për të shpisht. Atë natë kona nisi për në Tiranë. Gjysmë të rrugës paroj fëmija. Kërkoj të gjendet e drejta e pse fëmija pse fëmija ndroi jetë. Doktorin e fëmijës, që pse nuk e kuptojmë përpara sëmundjen. Infermierët që kujdesën për fëmijën. Ka shumë nëna të tjera që sot më ndodhi mua, nesër ju ndodh të tjerave. Do të jenë doktorët më të kujdesshëm dhe infermierët. Lekun e paguan më shumë, ju kemi dhënë më pak jo dhe prap fëmija ndroi jetë. Do të vjem të mbetemi te kjo ngjarje, por këtë radhë do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë telefonike për informacionet më të fundit me kolegen ton Lediona Gjeladine. Lediona, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe shëndikotës, atë që ndoqëm dhe në materiali përgatitur të dëshmik të rëndicit të 2 prindërve pra të foshën së përsalindurët që landroj jetën e djeshme në maternitetin e qytetit të Pogradecit, e cila ngjarje mjaft e rëndë që ka të rënditur mbar opinionin publik. Ndërkohë, sipas në një intervistë për News 24, nëna e foshës së përsalindur Sem Hyka mes lotësh ka rrëfyer për News 24 çastet e tmerrshme që po përjeton me vdekjen e miseshme të fëmijës së saj në maternitetin e Pogradecit. Ajo ka pohuar se fëmija lindi normalisht dhe pas një komplikacion, ndërsa një ditë më pas ajo vërejtë se ai kishte infeksion në lëkurë. Ndërsa theksoi se foshnja e saj kishte qëndruar në atë gjendje 2 deri në 3 orë, ndërsa infermierët nuk kishin paraqitur. Lediona, më dëgjon? Atëherë lutem, cilat përveç reagimit që patëm pak më herët të doktorit, cilat kanë qenë reagimet si është situata në spitalin e Pogradecit pas kësaj ngjarje? Është një situatë tensionuar, pasi fillimisht të familjarët pasi kanë kryer ceremoninë motore në
në njësinë administrative të Pishtit, pra në Mokër, familjarët janë kthyer në maternitetin e Pogradesit, pra aty ku ndodhet dhe nëna e foshnjës, duhet tekstuar se nëna ndodhet në një gjendje të rënduar psikologjike, ndërsa dhe bashkëshorti Agron Hyka ka kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë për të transportuar drejt Tiranës për një mjekim të specializuar. Ndërsa një situatë mjaft të tensionuar edhe midis familjarëve dhe stafit mjekësor në maternitetin e qytetit Pogradesit pas ngjarjes së rëndë. Duhet tekstuar dhe fakti se sot kanë ngritur dhe ekspertët mjekoliqor nga Tirana për të bërë ekspertizën e foshnjës, ndërsa pritet sipas burimeve që të cilët thonë për News 24 pritet që në ditën e vijim të kemi edhe një raport përfundimtar për të nxjerrë shkakun e vdekjes. Edhe një pyetje, Lediona, kur pritet bëhet autopsia e fëmijës? Është një informacion që ende nuk na është dhënë pasi ditën e sotme kanë zbritur se theksova dhe më lart tek mjekësisë ligjore nga kryeqyteti, ndërsa pritet në ditë në vijim të bëhet autopsia e fëmijës për të nxjerrë shkakun e vërtet kësaj ngjarje. Ndërkohë, ka patur ndonjë procedim penal kryesisht nga Prokuroria e Korçës, besoj duhet mbulohet zona e Pogadecit? Në komunikatën zyrtare që kemi patur nga policia e Korçës për mjekun pediatër, pra i cili është akuzuar, pra ku janë hedhur pretendimet nga dy prindërit të cilët e fajsojnë për mjekim të pakujdesshëm, ka nisur dhe një procedim penal në gjendje të lirë, pra me mjekun pediatër. E kuptoj. Lediona, falenderojmë për informacionin që solle. Faleminderit, Lediona. Faleminderit ju. Presidenti Bujar Nishani do të vendos nëse do të dekretoj ose jo ligjin për importin e mbetjeve pasi të jetë konsultuar me shoqërinë civile. Deklaratat e Nishanit u bën gjatë konferencës së përbashkët me homologun kosovar Hashim Thaçi. A do ta rikthej presidenti Bujar Nishani ligjin për importin e mbetjeve? Vendimi do të merret pas një tryeze konsultative ku pritet të dëgjojë edhe zërin e qytetarëve. E sigurt është që do të ketë një qëndrim. Jam duke përgatitur një takim konsultues me përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët kanë kërkuar një takim dhe konsultim me presidentin e Republikës, ku interesi i publikut gjithmonë prevalon, ku interesi i marrjes vendimit dhe i shprehjes vendimit dhe i vullnetit të sovranit, që në fundit për gjithë secilin prej nesh është qytetari, të prevalojë dhe të jetë ai maksimalisht i respektuar. Nuk do ketë kapërcim të afateve ligjore, shtoi më tej Nishani, duke theksuar se gjithë përfshirja do të jetë garantuar. Edhe duke patur mundësinë e afateve që kushtetuta parashikon, mendoj që nuk do të ketë një zvarritje të qëndrimit presidentit. Ligji për mbetjet kaloi më 22 shtator dhe duke u referuar kushtetutës, presidentit i kanë mbetur edhe 9 ditë kohë për ta dekretuar ose kthyer atë, në të kundërt do kalojë në heshtje. Socialistët duan më shumë informacion sa i takon ligjit organik të reformës në drejtësi që do të votohet të ejndën. Për këtë arsye ata kanë lëshuar një lumë pyetjesh ndaj kryetarit komisionit të posaçëm Fatmir Xhafait, ku nuk janë kursyer edhe replikat dhe hijet e dyshimit mbi institucionet të caktuara. Ndjekim materialin. Kur duhen vetëm 3 ditë për të kaluar në seancë plenare 6 ligjet organike të reformës në drejtësi, socialistët kanë dëgjuar dhe debatuar në mbledhjen e grupit me kryetarin e komisionit të posaçëm për reformën në drejtësi, zotin Fatmir Xhafaj. Kanë qenë gjitha pyetje legjitime dhe me shqetësimin se si do ta shohin sa më shpejt të zbatuar reformën në sistemin e drejtësisë. Burimet nga mbledhja i konfirmuan News 24 se SPA ka ngjallur dyshime për pavarësinë e tij. Në këtë prizëm është kërkuar për më shumë detaje se si do të emërohen njerëzit e drejtësisë dhe lidhjet konfliktuale që mund të kenë mes tyre. Vetëm nëse i marrim nga befotrofjet mos kenë konflikte interesi, mësohet të jetë shprehur një deputet, edhe vetingu nuk ka kaluar pa u vënë re. Deputeti Artan Gaçi mësohet të ketë kërkuar nga Xhafaj kohën se kur do të fillojnë punën institucionet e reja që do të ngrihen. Në përgjigje Xhafaj ka shpjeguar se vetingu fillon punë brenda muajit dhe deri në mars do të konstituohen të gjitha institucionet. Po për vetingun, përgjigje ka kërkuar edhe socialisti tjetër Xhemal Qefalia, nëse do ndikojë te 6 ligjet e tjera një rrëzim i mundshëm nga gjykata kushtetuese. Xhafaj është munduar të tregohet optimist, duke thënë se shpreson që të mos rrëzohet, por me bindje përjashton çdo mundësi për të cënuar 6 ligjet e tjera organike të reformës.
Në daljen për mediat, kreu i Komisionit të Posaçëm për Reformën në Drejtësi tha se edhe 33 ligjet e tjera janë gati dhe shqyrtimi i tyre do të bëhet nga ky komision dhe jo ai i ligjeve. Partia Socialiste të riqet nga seanca dëgjimore në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, ndërsa ka gati letrën që do t'i kërkojë informacion kryeprokurorit Adriatik Llalla nëse është kërcënuar ose jo. Një qëndrim i tillë vjen pasi përfaqësuesit e opozitës në komision mohojnë kërcënimin e prokurorit. Komplikohet edhe më shumë çështja për kërcënimin e kryeprokurorit Adriatik Llalla. Socialistët bën gati kërkesën me firmat e 1/3 së deputetëve të Komisionit të Sigurisë për seancë dëgjimore me kreun e akuzës, por një mbledhje me dyer të mbyllura e ditës së njëjtë solli ndryshime. Është bërë pra mbledhja e komisionit ku ne kemi paraqitur kërkesën që kemi bërë kryetarit komisionit për t'i thirrur 3 personat që ju thash. Dhe është vendosur si komision që të marrim një informacion para prak nga prokurori i përgjithshëm dhe më pas të vendosim thirrjen ose jo të tij në Komisionin e Sigurisë. Në komision ne shtruam si çështje dhe tradita e komisionit e kërkon që për gjëra të tilla delikate ne të marrim vendime unanime. Pra edhe me opozitën. Gjatë diskutimit opozita kishte hezitime në lidhje me vërtetësinë e këtij lajmi dhe pas kësaj u vendos që ne të marrim informacione shtesë dhe pastaj të bëjmë veprimet. Në vend të policisë së shtetit apo vetë prokurorit të përgjithshëm, përgjigje mazhorancës si kanë dhënë demokratët, burimet të opozitës në komision i thanë News 24 se nuk ka asnjë informacion apo dokument që të vërtetojë që ndaj kryeprokurorit është bërë ndonjë kërcënim. Në këto kushte kjo kërkesë nxit pasiguri dhe destabilizim, është një thashëthemi dal nga zyrat e Ramës për të shmangur vëmendjen nga skandali kombëtar i importit të mbetjeve. Mësohet të ketë thënë një përfaqësues i demokratëve në komision. Të gjendur përballë një situate të tillë, firmëtarët Arben Çuko dhe Xhemal Qefalia do të ndjekin një tjetër rrugë zyrtare, atë të një shkrese në vetë adresë të kryeprokurorit Llalla. Pas lajmit të publikuar në media, prokurori i përgjithshëm Adriatik Llalla është në ruajtje speciale nga policia e shtetit. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka cilësuar spekulime mediatiko-politike raportin sekret për drogën të publikuar një ditë më parë në media. Ai thotë se këto sulme nga opozita dhe segmentet të caktuara të medias janë një nxitje për të vazhduar punën. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri akuzoi opozitën dhe ata që i quajti segmentet të caktuara të medias se me deklaratat dhe shkrimet e tyre përbaltin punën e policisë. Sipas tij, policia bën një luftë paralele me ata që bëjnë dhe nxisin krimin, por edhe me element të implikuar në radhët e saj. Është një luftë paralele me gjithë ata që në një mënyrë apo në një tjetër e kanë nxitur apo kanë bashkëpunuar për këtë fenomen. Këtu përfshirë dhe strukturat policisë. Ka hetime përkatëse, shërbimi i kontrollit brendshëm, ka çështje konkrete në hetim, ka disa punonjës policie të cilët janë në ndjekje penale sot që flasim. Sipas Sajmir Tahirit, sulmet e opozitës janë nxitje e domosdoshme për policinë, që ajo të vazhdoj luftën kundër krimit dhe paligjshmërisë. Do të shkëputemi për pak publicitet në këtë moment. Do rikthehemi sërish pas pak për të parë tjerë zhvillime informative. Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë të nderuar shikues, jeni në shoqërinë e edicionit qendror informativ në News 24. Gjykata zgjatë edhe për 15 ditë të tjera paraburgimin për Robert Kullën, një prej të dyshuarve për grabitjen e bankës në zonën e Ish-bllokut. Prokuroria do ta shfrytëzojë këtë periudhë për të siguruar prova të besueshme mbi implikimin e Kullës në këtë ngjarje. Gjykata e Tiranës vendosi të zgjasë edhe për 15 ditë të tjera qëndrimin në paraburgim të Robert Kullës, i dyshuar si një nga 3 autorët e grabitjes së bankës në zonën e Ish-bllokut me 9 gusht 2016. Me kërkesë të prokurorisë, Gjykata e Tiranës vendosi një muaj më parë masën e sigurisë arrest me burg për 30 ditë për Kullën, afat që përfundoi këtë të hënë. Afati prej 30 ditësh ju la në dispozicion organit të akuzës për të kryer verifikimet lidhur me burimin e një shume prej 30.000 eurosh që u gjetën Robert Kullës në shtëpi në momentin e arrestimit. Vet Kulla ju tha hetuesve se lekët janë të ardhura nga qyrat e 3 apartamenteve në Tiranë. Në kushtet kur afati përfundoi, prokuroria kërkoi sërish 30 ditë si masë sigurie për Kullën, periudhë që do ta shfrytëzonte për të siguruar prova të besueshme për implikimin e Robert Kullës në grabitjen e bankës,
por gjykata i miratoi vetëm 15 ditë. Nëse gjatë këtyre 2 javëve prokuroria nuk siguron prova, atëherë Robert Kulla del në liri. Djali i Nehat Kullës, një emër i njohur i botës së krimit, që mban Nofkën Gjenerali, akuzohet bashkë me Alan Babameton dhe Roland Litin për grabitje në 190 milion lekëve në bankën e nivelit të dytë që ndodhet në zonën e ish-bllokut. 2 të dyshuarit e tjerë, Babameto dhe Liti, ndodhen në qeli në masën e arrestit Burg pa afat. Prokuroria zbut akuzën për 2 të dyshuarit si autor të vrasjes së Aslan Kërtushës të Durrës në 1 mars të këtij viti. Kushërin të Gëzim dhe Bledar Kajnu akuzoheshin për vrasje me paramendim në bashkëpunim, ndërsa tani do gjykohen për vrasje në kushtet e tronditjes së rënd psiqike, vepër që dënohet deri në 8 vite burg. 7 muaj pas vrasjes së 29 vjeçarit Aslan Kërtusha në Durrës ndryshon në mënyrë të papritur akuza për 2 të akuzuarit, Gëzim dhe Bledar Kajno, nga vrasje me paramendim në vrasje të kryer në gjendje të tronditjes së fortë psiqike. Gazeta shqiptare ka publikuar njoftimin e prokurorisë së Durrësit, ku prokurori Drini Pali ka bërë ndryshimin e akuzës. E teksa akuza për 2 të akuzuarit ka ndryshuar, ende nuk ka një datë për fillimin e gjykimit të 2 kushërinjve nga gjykata e Durrësit. Ai që dihet është fakti se çështja është regjistruar në këtë gjykatë në 21 shtator të këtij viti. Më 1 mars të këtij viti 29 vjeçari Aslan Kërtusha ka qenë në lokalin në pronësi të njërit prej 2 të arrestuarve. Pas konfliktit në lokal, sheri u spostua jashtë ambienteve të tij, ku degradoi më pas në dhunë fizike. Kërtusha tentoi të ikte me taksi, ndërsa 2 kushërin, Gëzim dhe Bledar Kajno, e nxorën jashtë mjetit dhe e qelluan në gjoks me armë. Në 4 mars, kur gjykata la në burg autorët, masa e kërkuar nga prokurori ishte vrasje me paramendim në bashkëpunim, armbajtje pa leje dhe fshehje krimit. Tashmë 7 muaj pas krimit, nuk janë bërë publike faktet e reja që disponon prokuroria, të cilat e kanë detyruar të ndryshojë akuzën. Në nenin 82 të kodit penal, akuza penale vrasje me dashje në kushtet e tronditjes së fortë psiqike të çastit dënohet me burgim deri në 8 vjet. Ka marrë një kthesë të paparashikuar çështja e gjyqtarit të Beratit Shoqëri Çobo, i cili është akuzuar për korrupsion pasiv, pasi ka kërkuar në gjykat ballafaqimin me gruan e cila akuzon se kërkoi lidhje intime. Në seancë ai është shprehur se kishte kërkuar të bënte ballafaqime të dëmtuarën, por kjo mundësi nuk ju dha, ndërkohë që prokuroria çoi sipas tij dosjen në gjyq. Gjykata ka shtyrë sot seancën ndaj tij pasi kërkoi të njihej me gjithë dosjen e prokurorisë. Gjyqtari i Shoqëri Çobo u pezullua nga detyra pas hetimeve në bazë të kallëzimit të shtetases me inicialet IT, e cila ishte palë në një proces civil divorci, e ku gjyqtari i çështjes ishte pikërisht të Shoqëri Çobo. Sipas kallëzueses, gjyqtari kishte kërkuar lidhje intime, por ky i fundit ka pretenduar se prokuroria me qëllim denigrimin e figurës së tij ka shtrembruar kontekstet e mesazheve telefonike që ai ka dërguar 31 vjeçares. Çështja për gjyqtarin gjykohet nga krimet e rënda dhe nëse ai deklarohet fajtor, rrezikon në një dënim nga 3 deri në 10 vjet burg. Gjykata në Gjermani ka lejuar një pacienti që vuar nga skleroza e shumëfisht të mbjellë në banesën e tij 130 bim kanabis sativa për përdorim mjekësor. Bima narkotike kushtonte 1.500 euro në muaj në farmaci dhe ai s'kishte mundësi ta blinte. Në Gjermani numërohen 900 pacientë që blejnë dhe përdorin kanabis për qëllime mjekësore. Në Gjermani rasti një pacienti është vërtet unikal pasi lidhet me kanabisin. Ai mund të jetë vetëm jo vetëm në Gjermani, por dhe më tej, që ka leje të mbjellë bimën narkotike në banesën e tij, dhe këtë të drejtë ka fituar me vendim gjykate. Bëhet fjalë për një 53 vjeçar nga Mannheim, të cilit i është lejuar të rritë në një aneks të banesës së tij 130 bim kanabis në vit për përdorim personal me qëllim kurimi. 53 vjeçari vuan nga skleroza e shumëfisht. Ka qenë Instituti Federal për Drogat dhe Pajisjet Mjekësore në Gjermani, i cili ka kërkuar gjykatës që ky pacient të rritë kanabis në banesën e vet. Kjo pasi së muri ishte detyruar të blinte bimën narkotike në farmaci me një kosto 1.500 euro në muaj dhe ai nuk ishte në gjendje ta paguante atë vet. Në Gjermani numërohen 900 pacientë që lejohet të marrin kanabis si medikament mjekësor, por ata janë të detyruar ta blejnë në farmaci dhe ky trajtim nuk rimbursohet nga kompanitë e sigurimit. Presidenti Nishani dhe homologu i tij Kosovës Hashim Thaçi kanë zhvilluar një takim zyrtar në ambientet e presidencës. Nishani vlerësoi marrëveshjet ligjore mes dy vendeve, ndërsa rikonfirmoi mbështetjen e Shqipërisë për njohjen e Kosovës dhe proceset e saj integruese. Nga ana tjetër, kreu i shtetit të Kosovës tha se marrëveshjet dhe nismat e dy qeverive kanë rritur shkëmbimet ekonomike.
Për herë të parë në postin e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi viziton Shqipërinë. Takimin e parë në Tiranë ai e zhvilloi me homologun e tij Bujar Nishani. Por në pozicionin e presidentit, kjo është vizita e parë, ndërsa e shumta jona përbashkë. Presidenti Nishani vlerësoi përparimin e Kosovës dhe u shpreh se bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Kosovës duhet të forcohet akoma më shumë. Harmonizimi i ekonomisë dhe disa sektorëve të tjerë nuk mund të lërë jashtë vëmendjes bashkëpunimin në siguri. Ritheksova mbështetjen e vazhdueshme të Shqipërisë për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Respektimi dhe përmbushja e marrëveshjeve të arritura do të ndikojë edhe për forcimin e mëtejshëm të paqes dhe stabilitetit për të gjithë rajonin tonë. Theksuam domosdoshmërinë e koordinimit të veprimeve nga institucionet e specializuara për luftimin me sukses dhe çdo sfide dhe çdo provokimi që mund t'i vijë sigurisë. Thaçi u shpreh se Shqipëria është një zë mbështetës për Kosovën. Për presidentin e Kosovës, nismat ligjore të dy qeverive kanë bërë që bashkëpunimi ekonomik të rritet. Shqipëria do të vazhdojë të ndërë zërishtesë të institucioneve të Republikës e Kosovës. Vetëm vitin 2015, volumi tregtar i Kosovës dhe Shqipërisë është rritur për 40%. Shkembimet tregtare mes Shqipërisë dhe Kosovës kanë arritur kuotën e 200 milion euro. Për demarkacionin me Malinezi, Thaçi u shpreh se ai do të votohet shumë shpejt. Demarkacionit, kjo çështje do të përmbyllet me sukses, nuk është ndonjë problem ndërshtëtor Kosovë Malinezi, por është çështje politike së brendshme dhe votimi i demarkacionit sipas Thaçit i hap rrugë integrimit dhe ngritjes së disa institucioneve në Kosovë. Presidenti i Kosovës është pritur në një takim dhe nga kryeministri Edi Rama. Zgjerimi i bashkëpunimit strategjik tashmë të konsoliduar Shqipëri-Kosovë në fusha me interes të përbashkët, rritja e shkëmbimeve tregtare mes vendeve duke u bërë një shembull për rajonin, si dhe ecuria e agjendës së përbashkët mes dy qeverive, ishin ndër të tjera fokusi i bisedimeve mes tyre. Presidenti Thaçi e falenderoi kryeministin Rama për kontributin që qeveria shqiptare ka lënë dhe vijon të japë në mbështetje të proceseve integruese të Kosovës. Ndërkaq në takim me kryeparlamentarin Ilir Meta, ky i fundit rikonfirmoi se diplomacia parlamentare shqiptare mbetet në shërbim të shtimit të njojeve dhe afirmimit të mëtejshëm të shtetit të Kosovës. Meta dhe Thaçi diskutuan edhe mbi zhvillimet e fundit në rajon. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha priti në takim ambasadorin Christopher Hill, diplomat i parë amerikan rezident në vendin tonë pas rrëzimit të regjimit komunist. Ndërsa shprehu mirënjohje për ndihmën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dha Shqipërisë, por edhe Kosovës, Basha njohu ambasadorin Hill me situatën politike në vend. Kryedemokrati shprehu shqetësimin e tij mbi kultivimin e drogës në vend, për cilën theksoi se vjen si pasojë e kriminalizimit të politikës dhe administratës. Nga ana e tij, ambasadori Hill vlerësoi kontributin e kreut PD-s në miratimin e ligjit për dekriminalizimin, ndërsa theksoi se është e pamundur që një vend të kërkojë të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, kur nuk ka një administratë dhe parlament të pastër. Duke u ndalur tek zgjedhjet parlamentare, Basha theksoi se ato janë të kërcënuara nga droga, krimi dhe paratë e korrupsionit, ndërsa akuzoi mazhorancën se ka heshtur mbi propozimet që Partia Demokratike ka bërë lidhur me kodin zgjedhor për të garantuar lirinë e votës. Në aktivitetin organizuar nga Ministria e Brendshme kundër trafikimit të qenieve njerëzore, kishte edhe nxënës të shkollave 9-vjeçare dhe pse në ato orë ata duhet të ishin në bankat e shkollës. Nxënësit pohojnë se kishin lënë disa orë mësimi për këtë aktivitet të qeverisë, ndërsa nga drejtoria arsimore e kryeqytetit u shpjegua se aktiviteti është pjesë e programit të orëve të mësimit jashtëklase. Nxënës mësues, koordinatoria kombëtare kundër trafikimit dhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri morën pjesë në një aktivitet të organizuar në Tiranë kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Shumë nxënës shkollash të kryeqytetit në shenjë sensibilizimi pedaluan nga piramida drejt monumentit të 100 vjetorit të pavarësisë, ku u mbajt aktiviteti. Marshimi zhvilloi në një orë kur ata duhet të ishin në shkollë, por vetë nxënësit pohojnë për News 24 se për këtë aktivitet kishin lënë orët e mësimit. Kishin mësim sot? Po, kishin, po neve ishte më rëndësishme kjo se sa ai mësim, se nuk ishin shumë gjëra të vështira. Cilën orë mësimi lat? Orën e biologjisë edhe të matematikët. Nga shkolla Baram Çori.
Sa orë mësim bët sot? Sot bëm vetëm një orë mësime. Keni ardhur bashkë me mësueset këtu? Bashkë me një mësues, që është kryetari, domethënë që na mëson për këto gjëra që incizojmë këto. Kemi ardhur për fushatën kundër trafikimit të njerëzve, domethënë të fëmijëve ose të më të mëdhenjve. Ismail Qemali. Pse ke ardhur këtu? Është dita kundër dhunës së fëmijëve, kështu që jemi në protest, duke dhënë një mesazh. Zhvilluat mësim sot? Kemi vetëm 2 orë të para, sepse fiskultura është orën e 3 dhe kështu që... Do ktheheni sërish në shkollë? Besoj se po. Faleminderit juve. Ndërkaq, aktiviteti është parë nga Drejtoria Arsimore si një orë hapur mosimore që synon në rritjen e ndërgjegjësimit për të denoncuar rastet apo tentativat për trafikim të personave. Në krah të monumentit të pavarësisë u vendoset edhe një kuti, e cila jashtë simbolizonte joshjen për para dhe udhëtime, ndërsa brenda saj tregoheshin raste të personave të trafikuar. Kjo është parë si një mënyrë ndërgjegjësimi që të rinjt të mos bien pre e trafikimit. Muaji tetor është shpallur muaji i luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Partia Demokratike thot se projekti për sheshin Skënderbej është i pavlerë. Leila Bozdo ishte në shesh ku tregoi se trafiku i mjeteve është në kaos dhe qeveria për egon e kryeministrit shpenzon 12 milion euro, cilat mund të përdoreshin për të tjera projekte. Për Partinë Demokratike, investimi që Bashkia e Tiranës po bën për projektin e sheshit Skënderbej është i kotë dhe i shërben vetëm kapriçove dhe egos personale të kryeministrit Rama. Këshilltare e djathtë në Bashkinë e Tiranës, Leila Bozdo, tha se 12 milion euro mund të përdoreshin për paga dhe pensione, por ato hidhen në një projekt të pavlerë dhe që ka vështirësuar për më tepër jetën e qytetarëve. Në kushtet kur varfëria bëhet gjithmonë më e madhe, në kushtet kur e kemi filluar vitin me qytetarë cilët kanë biznese, të cilët ankohen për taksat e larta, në kushtet kur çmimet rriten, kur gjithçka shkon keq e më keq, qeverisja lokale dhe ajo qendrore ka zgjedhur ti stresoj qytetarët me një trafik kaotik dhe ti shpenzoj ata me 12 milion euro për asgjë. Projekti për rivitalizimin e sheshit Skënderbej do zgjas një vit, ku gjysma e hapësirës së këtij sheshi do vishet me pllaka guri, të ardhura nga gjithë trojet e vendit, dhe gjysma tjetër do të jetë i gjelbër, i konceptuar ky në 11 lulishte të vogla. Pas përfundimit të projektit, i gjithë sheshi Skënderbej do shndrohet në pedonale. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka nisur një operacion në Vlorë që do të përfshijë prishjen e të paktu 100 objekteve banimi dhe shërbime të sipërfaqeve të ndryshme 1, 2 dhe 3 katëshe. Ndërhyrja i hap rrugë projektit për sistemimin e rrugës Gjykata Akademia e Marinës dhe rrugës Duro Shaska deri tek 7 pallatet. Operacioni vazhdon në 2-3 javë të ardhshme, ndërkohë që shumë prej objekteve janë shpronësuar. Deri tani nuk është regjistruar asnjë incident. Mungesa e infrastrukturës rrugore, mjeteve të transportit për nxënësit në shkolla, por edhe ndotja nga mbeturinat ka ngritur në protest banorët e fshatit Daullas në Fier. Edhe në Lezhë, banorët ankohen për rrugën në hyrje të qytetit. Banorët e nxënës të fshatit Daullas në Fier kanë protestuar për mungesën e mjeteve të transportit në shkolla, infrastrukturën e dëmtuar dhe ndotjen nga mbeturinat. Banorët shprehin se i gjithë fshati është kthyer në një kazan mbeturinash, pasi nuk pastrohen nga bashkia, por digjen në mes të fshatit. Rrugë tona nuk kalohet me traktor, se dhe se makinat i shkatrojmë, ka një makinë vit duhet me ble. Pa punë jemi, mbeturinat më katëran. Ja ku dishen, mes fshatit. Gjimnazistët janë nga Mojallia, fshati i fundit, deri te industrialja. Autobusi përsa nuk vjen, autobusi nxehtë. Për kushtet e keqe të rrugës, nuk hyn dot me në atë rrugë. Duam që shteti të vëjë dorë edhe këtu, edhe në periferi, nuk është vetëm qendra. Shqetësimin e mungesës së autobusit e ngren edhe vetë nxënësit, të cilët theksojnë se nëse nuk merren masa, do të jenë të detyruar të braktisin shkollën në muajt e dimrit. Duhet të rrim në shtëpi aty të flejmë gjumë, se çfarë do bëjmë? Rruga bet, keq fare, nuk i këndot bësh kerëm, kërkojmë autobus linje. Kemi gati një muaj, po ikim kem, për ditë, po bie shi, nuk e di, po ikim kem, rrugët janë njoma me balë, nuk ikim dot. Edhe në Lezhë, rruga tek Kisha Luizni është në gjendje të jetë amortizuar. Banorët ankohen se sa herë që bie shi, rruga bllokohet dhe bëhet e pakalueshme. Prej vitesh në këtë rrugë, sipas tyre vetëm pak metra larg nga qendra e qytetit,
nuk është vendor. Vinë bllokon tëra makinat private aty, s'bëhet fjalë për me kaluar. 1 orë pritet aty. Fëmia shkojnë në shkollë, plasin në ujë, vetëm me ardhmë çizme gjatarë që me hyjë me kalun këtë rrugë. Kryetari i bashkisë se çfarë kryeten me ardh, pa herë që se ka marr karikën. Në Komisionin Parlamentar të Edukimit, Ministri Blendi Klosi ka raportuar mbi ligjin e ri të arsimit profesional dhe kërkesat për këto shkolla. Sipas draftit parashikohet edhe sistemi dual, 50% e mësimit në banka dhe 50% praktik në biznes. Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Blendi Klosi, raportoi në Komisionin Parlamentar të Edukimit ligjin e ri të arsimit profesional dhe kërkesat për këto shkolla. Sipas ministrit, kërkesat e nxënësve janë dyfishuar në 2016, krahasuar me vitin 2013. Kërkesa jonë për të rritjen e cilësisë shkollës ka çuar që të kemi mundësinë që të shtojmë numrin e klasave, kapacitetet në shkollat e qyteteve kryesore të vendit, pasi aty dhe kemi fluksin më të madh. Sipas draftit, parashikohet edhe sistemi dual, 50% e mësimit në banka dhe 50% praktik në biznes. Kërkesa jonë e vazhdueshme është që asnjë kurs i qendrave tona të formimit personal mos jetë sipas ideve të stafit pedagogjik, po të jetë sipas kërkesave të bizneseve dhe komunitetit bizneseve që jetojnë aty ku qendrat tona të formimit personal ekzistojnë. Demokratët thanë se këto shkolla kanë probleme me cilësinë dhe u penalizuan me kriteret e reja të hyrjes në universitete. Shqipëria ka firmosur rezolutën e Kombeve të Bashkuara në vitin 2015 dhe në këtë rezolutë, nderuar ministër, thuhet që çdo fëmijë do të ketë akses në shkollë. Çfarë ndodhi këtë vit? Ju thoni, në shkollat profesionale do të regjistrojnë ato mbi 7. Gjimnazet thonë nuk i duan. Dhe pyetja ime është kjo. Nëse kanë zënës këta fëmijë nuk pranojnë të regjistrohen në një shkollë, qoftë edhe për punëtor, ku do shkojnë? Ministri Klosi tha se modelet e shkollave profesionale në Shqipëri janë marrë nga modelet më të zhvilluara europiane dhe shprehu angazhimin e tij për rritjen e cilësisë dhe standardeve në to. Instituti i Artit Kulinar Royal hapi dyert për gjitha pasionuarit pas artit të kulinarisë. Ministri i Mirëqenies Sociale Blendi Klosi tha se ligji i ri për arsimin profesional i favorizon studentët të kryejnë praktikat mësimore në për biznese të ndryshme. Me moton "Ktheje pasionin në profesion", Instituti i Artit Kulinar Royal çeli vitin e ri mësimor për studentët e saj. Qindra student kanë zgjedhur këtë institut gastronomik, i cili përgatit dhe kualifikon kuzhinjer, pasicier dhe shefa kuzhine nëpërmjet kurseve të ndryshme. Kuzhina është një pasion, nëse të e ndjen, mund të bësh shumë gjëra me kuzhinën. Kur kam qenë 5 vjeç, kam gatuar për herë të parë. Edhe nuk e di, është i lindur, nuk është se vjen. Vjen nga Berati për Institutin Royal. Më pëlqen kuzhina dhe kam dëshirë të bëhem kuzhinier i mirë. Mendoj se është një treg apo goxha për punë. Mendoj se ka shumë vende punë për kuzhinë. Jam nga Shkodra. Arti i gatuarit më pëlqen shumë. Për të parë kam gatuar në shtëpi, pastaj në një restorant në Ulqin në Maltëzi, dhe pastaj vendosë që të vi këtu në Tiranë, tek Royal. I pranishëm në ambientet e Royal ishte edhe Ministri i Mirëqenies Sociale Blendi Klosi, i cili tha se ligji i ri për formimin profesional favorizon studentët të kryejnë praktikat mësimore pranë bizneseve. Jemi një nga kompanitë më interesante të ofrimit profesional komplet privat, kompania Royal, e cila ofron kurse disa mujore deri në 9 mujore për shefa të rinj kuzhine dhe restorantesh. Këta të rinj të kryejmë praktikat pranë bizneseve dhe të kemi mundësinë e një lidhje të cilat ligji i ri i arsimit dhe formimit profesional do ta ofrojë me shumë korrektësi që të rinjt jo vetëm të marrin edukimin e tyre pranë klasave të shkollave, por të ketë mundësi që praktikat mësimore të kryhen pranë bizneset. Çdo gjë ne në institucionin ton, në Institutin e Artit Kulinar Royal, e kemi të bazuar te realiteti, ku çdo kush gatuan vetë dhe është direkt i përshtatshëm për tregun e punës. Me programin që ne kemi nxjerrur në treg, jemi direkt të përshtatshëm për tregun e punës dhe jemi krah e shefave të kuzhinës që nxënësit ton automatikisht dalin kuzhinierë dytë.
Studentëve në Institutin e Artit Kulinar Royal u jepet mundësia të kryejnë praktikat e tyre mësimore pranë disa bizneseve për kualifikime dhe specializime afatshkurtra dhe afatgjata, saka që ata mësojnë në ambiente me pajisjet e fjalës së fundit të kuzhinës. Sot në këtë institut funksionojnë disa kurse, ku studentët mund të specializohen në profile si kuzhinë, pasticeri, bukpjekës, pizzeri, gjelatier, barman e deri tek shefa kuzhinë. Jemi në hapësirën ndërkombëtare, një veprim vërtet njerëzore i Atit të Shenjtë në Azerbajxhan, ku Papa Francesku ka zhvilluar një vizitë në xhaminë kryesore gjatë udhëtimit të tij në këtë vend. Papa ka hyrë në xhami këmbë zbathur, ndërsa ka lëshuar mesazhe paqeje dhe vllazërimi gjatë fjalimit të tij. Shehu i muslimanëve i dhuroi Papës një kopje të Kuranit dhe një tapet, si ai që përdorin muslimanët gjatë lutjeve të tyre. Me këmbë të zbathura, Papa Francesku hyri sot në xhamin Heydar Aliyev në Baku të Azerbajxhanit së bashku me shehun e muslimanëve të Kaukazit Allah Shukr Pashazadeh, me të cilin ishte takuar pak minuta më parë. Ishte vizita e fundit e Atit të Shenjtë para ceremonisë së lamtomirës në aeroportin e kryeqytetit, me të cilin i dha fund udhëtimit të tij të 16 apostolik në Gjeorgji dhe Azerbajxhan. Fakti që jemi këtu sot së bashku është bekim. Është shenjë e madhe të takohemi në miqësi vëllazërore në këtë vend lutjeje që tregon atë harmoni që mund të arrijnë fetë së bashku, duke u nisur nga marrëdhëniet personale dhe nga vullneti i mirë i personave përgjegjës. Bashkëpunimi me të tjerët nuk varfëron, por pasuron. Në xhamin ku shehu i muslimanëve i dhuroi një kopje të Kuranit dhe një tapet, si ai që përdorin muslimanët për lutje, Papa nënvizoi se jo kundërvënia, por bashkëpunimi ndihmon të ndërtohen shoqëri më të mira dhe paqësore, si dhe të promovohet dialogu dhe kultura. Duke u hapur dyert mikpritjes dhe integrimit, hapen portat e zemrave të secilit dhe portat e shpresës për të gjithë, deklaroi Papa Francesku në Azerbajxhan. Gjatë pyetje-përgjigjeve në avionin papal, kreu i Vatikanit është ndalur tek diskutimet e fundit mbi pranimin nga kisha të homoseksualëve dhe transvestitëve. Së pari dua të theksoj se në jetën time prej prifti, por dhe më vonë si pap, kam shoqëruar njerëz me tendenca homoseksuale për t'i afruar ata me Zotin. Ka pasur dhe nga ata që nuk janë afruar me Zotin, por kur nuk i kam braktisur sepse njerëzit duhet të shoqërohen, ashtu siç bën Jezusi, deklaroi kreu i Vatikanit. Kur një person i cili ka një gjendje të tillë del përpara Jezusit, Zoti nuk do t'i thotë atij largohu sepse je homoseksual, theksoi Papa përpara gazetarëve në avion. Parlamenti i Estonisë për herë të parë ka zgjedhur një grua në postin e presidentes. Ka qenë pikërisht zonja Kersti Kaljuland, 46 vjeçare, antare e gjykatës evropiane të auditimit, e cila mori të hënën 81 vota nga 101 antarët e parlamentit. Zgjedhja e saj si presidente vjen pas 2 votimesh të dështuara në parlament dhe disa javë debatesh të ashpra. Kaljulaid do të zëvendësojë në këtë post presidentin aktual Thomas Hendrik Ilves. Presidentja e sapo zgjedhur mbështet thirrjet e paraardhësit të saj për rritjen e prezencës së NATO-s në rajonin e Baltikut dhe vazhdimin e sanksioneve kundër Rusisë për shkak të konfliktit me Ukrainën. Flasim për sportin, sfida me Kroacinë ka qenë shkaku i një konference për shtyp të teknikut Kosovës Albert Bunjaki. Ai ka thumbuar lojtarët e rinj që zgjodhen të grumbullojnë dhe të shkojnë për kombëtaren shqiptare dhe për trajnerin Xhani Debiazi, Latifin Greshden dhe Lullakun, pasi ka thënë se ata nuk do të gjenin vend te Kosova. Gjithashtu ai la të hapur mundësinë që edhe në këtë ndeshje të mos përdoret flamuri kombëtar shqiptar. Jemi vetëm 3 ditë para dhe kombëtarët tonë e presin 2 sfida tepër të rëndësishme, Liechtensteini dhe Spanja. Këtë herë pjesë e grumbullimit nga Debiazi janë bërë 3 lojtarë të rinj me origjinë kosovare: Liridon Latifi, Eros Grezda dhe Azdren Lullaku. Në konferencën për shtyp të trajnerit të Kosovës nuk janë lënë pa u prekur edhe zgjedhjet e bëra prej tyre. Çuditërisht ai u shpreh: "Këto lojtarë zgjodhen kombëtarën e Shqipërisë për arsyen se nuk do të mund të siguronin dot një vend titullari, pasi ne kemi në përbërje shumë talente. Kjo situatë e sigurt është se nuk do t'ju pëlqejë as pak tifozëve, por edhe vetë lojtarëve pasi do t'ja turbulloj mendimet sadopak." Ai nuk e lë me kaq, por shton se edhe në këtë sfidë që do të luhet në Loro Boriçi, tifozët e Kosovës nuk do t'ju duhet flamuri kuqezi, por ai blu.
i cili i identifikon ata. Flamujt e vendeve të treta mund të ndalohen edhe këtë ndeshje, përfundoi ai. Edhe në sfidën e parë zyrtare të ndaj Finlandës, një zyrtar i FFK-s bëri thirrje që në stadium tifozët të mos merrnin flamuj shqiptar. Kosova në të njëjtën ditë me Shqipërinë, 6 tetor, do të pres Kroacinë për raundin e dytë të kualifikuesve botror Rusi 2018. Napoli pësoi humbjen e parë në kampionat në fushën e Atalantës, një ndeshje ku 2 nga legionarët më të rëndësishëm të kombëtares, Berisha dhe Hysaj, ishin protagonist. 3 pikët e Atalantës mbajnë firmën e Etrit Berishës, një nga lojtarët më të mirë në fushë, paraqitje e cila është vlerësuar maksimalisht edhe nga mediat italiane. Nota 7 për gardianin kuqezi. Napoli pësoi humbjen e parë në kampionat në fushën e Atalantës, një ndeshje nga ku 2 legionarët më të rëndësishëm të kombëtares, Berisha dhe Hysa, ishin protagonist. 3 pikët e Atalantës mbajnë firmën e Etrit Berishës, një nga lojtarët më të mirë në fushë. Paraqitje vlerësuar maksimalisht nga mediat italiane me notën 7. Një bravo për ndërhyrjen kundër Callejon dhe Golum, por në mënyrë të veçantë ndaj Milik. Gjithnjë i kujdesshëm në dalje, reflekset e tij mbajnë përpara Atalantën dhe i japen avantazhin që në fund rezultohet deciziv. Përshtypja është se portieri Sportiello duhet të lodhet shumë për t'i rimarrë vendin e tij në port. Këtë vlerësim të mediave e përforcoi dhe trajneri Gasperini në përfundim të ndeshjes. Të rrallë kemi mbyllur me portën e paprekur dhe për merit të Berishës. Një mbrëmje gjitha për t'u harruar ishte për mbrojtësin e kombëtares Elsejet Hysaj, i cili u vlerësua me notën 5. Vuan shumë bulimin e Gomez, diferenca ndërmjet të dyve janë të dukshme në rastin e golit, shumë pak i qartë edhe në daljet që bën. Dhe me këtë lajm ne kështu kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ, të nderuar shikues. Ju kujtojmë si gjithmonë se mund vjoni të klikoni për më shumë në balkanweb.com, ku do të gjeni në kohë reale të gjitha zhvillimet kryesore të ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Apo në Balkanweb do të keni mundësinë të lexoni online gazetën shqiptare, mund të dëgjoni Radio Rash dhe mund të na ndiqni në transmetimet tona të drejtë për drejta në opsionin News 24 Live. Ju kujtojmë gjithashtu që Balkanweb mund ta ndiqni në kohë reale në rrjetin social në Facebook, ndërsa për gjitha videot në kanalin ton zyrtar në YouTube. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Natën e mirë.